Përshëndetje të nderuar. Me siguri edhe juve ju ka ra një fenomen ndërsy, apo një dukuri, e cila në kohë të fundit si duket është bë trend. Shkuarja në umre. Ne dim se si musliman duhet kushtin e 5, shkuarjen në haç, ta plotësojmë një herë në jetë nëse kemi shëndet të duhur, jemi me shëndet të mirë dhe nëse kemi mundësi financiare. Dhe shkuarja në umre nuk e zëvendëson haxhin. Por, përtej saj, ky fenomen i shfaqur në kohë të fundit, sidomos në diasporën shqiptare, unë mendoj se mund të ketë vetëm dy elemente apo dy faktorë të cilët këtu e luajnë rolin kryesor. Dhe do të më interesonte shumë se si është edhe mendimi juaj e rreth këtij fenomeni. Faktori i parë për mua, sipas mendimit tim, duhet të jetë ky. Këta njerëz që shkojnë në umre çdo vit, bile ka nga ata që shkojnë edhe nga 2-3 herë në vit. Ose po në kohë të fundit që është shpeshtuar dhe është bërë dukuri e zakonshme çdo vjet. Kjo kategori e këtyre besimtarëve që shkojnë në umre për çdo vit, unë mendoj se faktori i parë është këta, ose kanë bërë shumë gjinahe, ose janë duke bërë shumë gjinahe, që hoxhallarët ja u kanë mbush mendjen. Ore, nëse shkoni atje në Qabe, do t'ju lahen gjinahet dhe kur do të ktheheni, s'keni ma gjinahet. Dhe faktori i dytë duhet të jetë, prapë sipas mendimit tim, se këta burra e këta gra kanë shumë para dhe parat ju të projnë, sa që nuk e din çka të bëjnë me para. Faktori i parë, ndoshta janë të mbushur me gjinahe, e kanë shpresë se do të shkojnë atje dhe kur do të kthehen, janë lajt gjinahet, që kjo për shtat ju shkon vetëm hoxhallarëve dhe është një masale, një prallë e kulluar. Dhe duhet pasur parasysh se një shkuarje deri në Qabe, aty në ju ngel në xhep minimum një 500 frankëshe, për këtu nga Zvicra. Dhe gjithë kjo pa tatim, pa kur një deklarim, drejt në xhep. Dhe ky fenomeni i larjes së gjinaheve nuk ekziston si ajet Kurani, në Kuranin famëlar, në librin e Allah, në të cilin ne muslimanët besojmë me dinjitet dhe me bindje. Prandaj, që ty të lahen gjinahet, vepro mirë, bën mirë, puno mirë, ji drejt, ji sinqert. Dhe tento që të mos bësh gjinahe. E them tento sepse është e pamundshme të mos bëjmë ndonjë gabim. Kush e thot të kundërtën, është vetëm hipokrit, vetëm një munafik. Parasgjithësh për vetveten dhe për rrethin. Nuk ka mundësi të mos gabojmë. Por të bëjmë gabime të mëdha, sikurse që është ngrënia e kamatës, pirja e alkoolit, bërja zina, tradhtia, vrasja, vjedhja. Të gjitha këto janë mëkate të mëdha të cilave mund t'ju ik çdo njeri. Çdo njeri. Vrasja e paqëllimt. Vrasja e cila nuk ka për synim të marrësh hakun me të drejtë, por e vret dikën t'ja merr jetën me pa të drejtë. Për këtë vrasje është vetëm xhenemi shpërblim. Nuk shpëton as haxhi as kurrë. Ti pisa dush alkool, e shko me hoxhën krah për krahi, mbathja për në Qabe,
stilon gjunahet. Natën në përkurva, në mëngjes në xhami, ditën në drek në xhuma, kjo nuk shkon. Nuk të lanë gjunahet. Jo një umre, 1000 umre derisa të vdesësh bani. Vetëm që ja u ke mbush xhepat të xhollarëve. Kur gjoma shumë. E dita, pse me ja çu paret atij dullamës atje, i cili ka bollbre, ka petrodollar. Po të mos kishte. Nuk do të ndërtonin ata në përshkretina qytete që nuk i ka pa bota askund. Dhe të gjithë ju këta i dini. Pse? Për çfarë arsye? E kreve një herë haxhin, u kry kjo punë. U kry kjo punë. Mundohu të jesh gjithnjëti njeri i mirë, jo vetëm kur shkojsh në haxh dhe kur kthesh, para se me shku atje. Ti përgatitu. Çka ka thonë Resulullahu sallallahu alaihi wasallam? 20 vjet para se me lind fëmia duhet me përgatit, duhet me kultivu, duhet me eduku. Kjo vetëm një alegori, një metaforë. Dhe të mirësh me punë të liga, me punë të këqija. Të lësh nënën e fëmijëve në shtëpi dhe të shkosh me gratë e huaja, edhe të shkosh numre, edhe të kthehesh prandaj me shpresën se që janë la gjinohet edhe vazhdon pastaj andej këndej, vetëm i bën shërbim kujt? Hoxhallarëve. Po e them hoxhallarëve, sepse janë një numër i madh, të cilët natë ditë marketing bëjnë për të shku njerëzit në umre. Për të shku atje, kanë hap agjencione, miren me këtë punë, për t'i regrutu njerëzit, dhe nuk është se shkon vetëm i pari i shtëpisë, shkon edhe bashkëshortja, disa shkojnë me komplet familjen, një familje që kanë shku vetë i 12, tani bënja e hesab, ka 7-8.000 euro, ose franga. Sa para janë ato? Faktori i dytë, nëse ore jeni aq pareli, që ju të eprojnë parat dhe shkoni për të gjezdis në umre, sepse kjo është vetëm gjezdisje. Unë e them me plot përgjithësi, është gjezdisje umreja që ju shkoni njënën bas tjetrën për vit e çdo ditë, është vetëm gjezdisje, sikur të thuash, hajtë dalëm pak ka shkupi, e ham ka një picë. Kur zho, ajo ma tepër s'ka prunë. Para që i ki, dhe nëse je pareli që të teprojnë, une e kam një ide, wallahi, kërkoj që të më përkrahni. Ideja është kjo, hajta formojmë një fond, ne të diasporës shqiptare, këtu do të ndalëm pak të diaspora e Tetovës, edhe e Gostivarit, sepse ne jemi komshit parë, Tetova me Gostivari, dhe unë ju apeloj, si bashk kombës, si komshi, si miq, si familjar, hajta formojmë një fond, wallahi, kam me seriozitet, e formojmë një fond ne, dhe para që duhet t'i qoni në umre, hajde do t'i derdhim të ai fondi, dhe të ndërtojmë spital të hajrit. Le të jetë në mes Gostivarit të Tetovës, le të jetë në Tetovë, le të jetë në Gostivar, hiç nuk më pengon, vetëm le të jetë klinik e mirëfillt, ku të mund t'i punësojmë specialistët, doktorët që i kemi të mirë, dhe që duhet t'i paguajmë drejt, t'i hekëm strukturat, stafin e spitalit e cili është i korruptuar në total, t'i paguajmë motrat si duhet medicinale, t'i marrën rrogat me rregull, le ta formojmë një fond, le të jetë fond neutral, le të jetë i menaxhuar për gjithë neve, mos t'i takoj askujt, dhe ta caktojmë një drejtor, një njeri udhëheqës kompetent, strukturat e spitalit të cilët do t'jenë alergjik ndaj korrupsionit, që të mund pacientët tanë të mos i qojmë për në Turqi, të paguajmë ka 100.000, 150.000 euro për një operacion, për një kemoterapi, le t'i kemi atje. Dhe kjo do të ishte sadakaja më e madhe, kjo do ishte një punë me të vërtetë dobishme, të cilën Zoti e pranon, Zoti e pëlqen dhe Zoti do të na mbështet. Sepse është një sadaka e përgjithshme, është kolektive, e cila na përket gjithë neve. Bëhen apele për të mbledh para për ta çu njeriu, familjarin deri në Turqi, po ne e paguajmë më digjen e specialistit, vjen në Tetovë, vjen në Gostivar, e operon pacientin dhe shkon. Shtu vepron edhe Zvicra.
Ju që jeni në Zvicër, ne që jemi në Zvicër, e dim këte, unë jam sprovu familjarisht me këte, edhe e di, e them nga dora e parë. Mjeku specialist prej Londre erdhe operoj në spitalin Insel në Bern, Insel Spital Bern. Doktor Kristofferson, operator për onkologji në repartin e kancerit. U lutëm, le t'i bëjmë këto. Hajta formujmë një fond. Wallahi, bosni me, keni qenë haqë. E merë shoqen edhe shkom përsëri numre. Përsëri vitin e arshëm numre. Ka 10.000, ka 20.000 franga e euro. Në familje, sa para janë, wallahi. Hajta bëjmë këtë. Ju lutëm, ju bëj thirrje. Edhe miqësore, edhe shoqërore. Le ta formojmë një fond. Le t'i derdhim parat atje. Mos t'i hudhim parat ati në dullamave. Ju e shifni, jeni dëshmitar të përditshëm, që bëjnë ata? E pat edhe tani me situatën e fundit, mos ja them emrin. Ata nuk janë në rrugën ku duhet të jenë, por se ka ndodhur rastësisht, ajo Meka dhe Medina të ata. Mirë, u kry, ke njëherë, edhe unë kam qenë. Wallahi, edhe unë kam qenë 2016, e kam kriju sot kjo punë. I ruhem Zotit sa mundem. Kur e them sa mundem, njerëz jemi, mundemi të gabojmë, dhe do të gabojmë. Por duhet të ndalemi, gabimin të shqyrtojmë dhe të kthehena, të hekëm dorë për asaj. Ta lëshojmë, ta lëmë. Nuk duhet shkoj deri atje. Nëse më tepron diçka, duhet t'ja jap, e kam obligim moral, e kam obligim islam. Zoti më urdhëron, Kurani më udhëzon, që jap atij që ka nevojë. Dhe ne kemi nevojë, ne s'kemi spitale, ndërtojnë xhami me ka 5 milion euro, vetëm për një xhumë. Shko ditë të tjera, xhamia bosh. Nuk kam unë kur gjë, as kundër xhamis, as kundër arabëve. Unë kam kundër fenomenit, si fenomen, si dukuri, është negative. Ne nuk kemi spitale, ne nuk kemi ambulanta në përkatunde, s'kemi mundësi ndihmën e parë që apëm njerit. Deri sa shkojnë të tove në Shkupe, ku ta di unë, njerëzit i çojmë në Beograd. Po pse ti çojmë në Beograd pacientët? Pse ta pasurojmë Serbi? Me paret tona, bre? Edhe dalëm edhe pallohen edhe mbahana musliman dhe selam aleikum, elhamdulillah, subhanallah. Nuk bën kështu. Duhet t'i fillojmë punën prej atje ku duhet, ku është primare. Jo prej të ajo terciare, e dorës tretë. Ne nuk kemi spitale, s'kemi ambulanta, s'kemi rrugë, s'kemi ujësjellës, s'kemi ujë të pishëm, ka vende që s'kan ujë të pishëm, bre. S'kan rrugë. Nuk kemi spitale, s'kemi ambulanta, ne ndërtojna mjedis Katundit, xhamia 3 milion euro ka kushtu. Rreth për çaj Katundit asnjë ambulant. Rrugët nuk i kanë si duhet, po nuk bën kjo, nuk ka thënë Allahu kështu, nuk na urdhon kështu. Le ti ndërtojmë ato, xhamia duhet të jetë. Po bre, po me pas një lëmë në tjetë të ndërtume, a kjo nuk mjaftona? A duhet ketë mermer, drupi are, drupi gështinje, drupi qarshije, të pikat me push, ka 10-15 centimetre? Ku i kemi pas babalarët? Gjyshat tonë, ku janë falë? Në qka janë falë? Si kanë qenë ata? Të devotshëm, hakikat. Wallahi, i kam mbriju në pleq, shumë pleq. Moshatarët babës time, babalarët babalarëve, i kam pa të shku me bata në xhami, me lastika në xhami. Kanë hinë në falë, kanë shku, kanë korë, grunin, kanë agjeru. Nuk kanë hinë klima në lage, në kondicioner, në për të pika, në për mermer, marën abdes. Ka marë abdes të jazin e ka shku, bre. Allahu ata ju thot, o shgel dinis, mirë se keni artë, o besimtarët të mitë sinqertë. Parët nëse na të projnë, e kam me seriozitet, ju bëj thirrje, hajta formojmë një fond. Wallahi, ne bre atje, ne komshi, gostivarët e to, jemi 400.000 shqiptarë gati. Do të kishim bo spital për mrekulli, do të kishim mujt t'i paguajmë edhe mjekët, edhe motrat, edhe infermierët, edhe infrastrukturën gjithë. Mirë një moment, ju llogarit një vetë, këto para që derdhen në Arabi të krali atje, qaj nuk e din ku t'i qoje petrodolarët, a qmejnë krejt,
Me shku me atë derë, tha ti për vjetë, po gjëllarët ti mbushin gjepat e jep diku, hoxha kur i merë ato ishtin gjep, më shkon t'i shoha ku janë fukaran këtun, ti daj ato paret, që ka fitu pi haqit, që ka qu 50 veta, 100, 350, 500 vjet. Realitet është kjo, wallahi, realitet është kjo. Hajtë bëhën e bashkë, rreth kësa ideje, le të formojmë një fond, mendohni, jam kurishtar, ti dëgjoj reagimet e juaja, ju përshëndes shumë, ju dua shumë, ju respektoj shumë. Assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Gjithat mirat për ju, Zoti qoftë me ju, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë gjithnjë me ju.